Në Tiranë çelet sot edicioni 31 i panairit ndërkombëtar Click Expo Group, një nga aktivitetet më të rëndësishme tregtare dhe institucionale në vend, i cili këtë vit vjen me një profil të ri, të orientuar drejt zhvillimit strategjik, investimeve dhe projekteve madhore infrastrukturore. Në qendër të panairit prezantohet për herë të parë koncepti Albania 2030 Immersive Experience, një instalacion shumë dimensional që synon të ilustrojë në mënyrë vizuale dhe interaktive transformimet që pritet të ndodhin në vend gjatë 5 viteve të ardhshme, përmes prezantimeve institucionale dhe paneleve të dedikuara. Publiku dhe investitorët do të marrin informacion të detajuar mbi projekte si ai porti të ri në Porto Romano, korridorin e 8 kryeudor, zhvillimet në turizmin 4 sezonal, investimet në energjinë e rinovueshme si dhe platformën e re të zonave të lira ekonomike. Në panair marrin pjesë përfaqësues të lartë nga Ministritë e Linjës, përfshirë Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe Ministrinë e Mjedisit. Të pranishme janë gjithashtu Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve AIDA, Albanian Investment Corporation, Autoriteti Kombëtar i Kibernetikës dhe institucione të tjera rregullatore. Në krah të institucioneve janë të pranishme edhe kompani strategjike shqiptare dhe ndërkombëtare në sektorët e energjisë, teknologjisë, industrisë ushqimore, ndërtimit dhe agroturizmit, të cilat prezantojnë risit, modelet e bashkëpunimit dhe projektet e tyre të ardhshme. Scan TV është partneri zyrtar mediatik i panairit, duke ofruar mbulim të plotë në të gjitha platformat televizive dhe digjitale, ndërsa do të realizohen intervista, analiza dhe raporte të posaçme mbi projektet strategjike që po përcaktojnë fazën e re të zhvillimit ekonomik të vendit. Paneri do të zgjas 4 ditë dhe pritet të jetë një pikë takimi mes qeverisë, biznesit, investitorëve të huaj dhe institucioneve ndërkombëtare, me qëllim për të forcuar bashkëpunimin ekonomik dhe për të krijuar një platformë konkrete për projekte të reja zhvillimi.